Revolucioni Gjën Turk triumfoi. Regjimi u rryer i Sultan Abdyllamitit dhe premtimet e Gjën Turqëve bën që shqiptarët të ishin forca kryesore në fitoren e këtij revolucioni. Vjeshta e vitit 1908 ishte një bear i vogël për lëvizjen kombëtare shqiptare, për ëndrat e dëshirat e patriotëve. Kongresi i Manastirit, klubet patriotike dhe shkollat e para në qytete e fshatra, qenë lulet e para të këtij beari që u pasuan me Kongresin Kombëtar të Elbasanit dhe hapjen e normale së Elbasanit e para shkolle mesme kombëtare. Kjo gjendje e shqetësoi portën e lartë. Në maj të vitit 1909, nacionalistët Gjën Turq ndërmorën në Kosovë ekspeditën dëshkimore të Xhavit Pashës për të shuar çdo ndjenjë kombëtare tek shqiptarët. Ata që deri dje flisnin në emër të SRE-s për liri e demokraci, premtimin e kthyen në pabesi, urtësinë në arrogancë, buzëqeshjen në dhunë e terror. Mbyllën klubet, shkollat, gazetat, rënuan fshatra e qytete, varën e burgosën qindra patriot, por nuk mundën të shuajnë etjen shekullore të një populli për liri. Politika e egër Gjën Turke ndeshi në një qendres të fortë. Në drejtimin e Isa Boletinit dhe Idris Seferit u lidh besa për kryengritje te verrat e Lukës. Tokën tonë që ja tha Osmanllia, lotët ta nuk mujtën me e njomë. E tash, na kena me evadit me gjak të shqiptarit. Mërihuni o vlazër, të gjithë në të bashkumë, ta derdhëm e në matë mëramin pikë gjakut që na kam betë për drejtat e nderin e Shqipërisë. Rënovët vllaznia, rënovët bashkimi. Prapja e kryengritjes në mbar Kosovën e detyroi portën e lartë të marrë masa urgjente. Komanda luftarake u besua Shefqet Durgut Pashës, një nga generalet më të zotë të perandorisë osmane. Betejat më të mëdha e më të rrepta me forcat Gjën Turke u zhvilluan në Grykën e Kaçanikut, në Caralev dhe në qafën e Agrit. Edhe 30 vjet më parë në këto gryka, trimëria shqiptare kundër ardhive të Dervish Pashës që kthyer në legjendë. Heroizmi përsëritet me të njëjtat ngjyra. Përsëri trimëria shqiptare kthehet në legjendë. Janë bijtë e niprit e Sulbokshit, Omer Prizrenit, Sef Koshares, Mit Sokolit e trimave të tjerë. Lufta e Kaçanikut, që nga më të rreptat që ka bërë Shqipëria kundër ushtrisë osmane. Kaçanikut i raft pika, hiç s'po din se çka është frika. Nan cahat të ju therë me thika nan cahat, po shkon kali not në gjak. Fundi i betejës së Kaçanikut që mbeti si një legjendë, shënoi jetë shkrimin e një tjetre, asaj të Caralevës. Kundër kryengritës verdhi vetë ministri i luftës, Mahmud Shefqet Pasha, murdhjeve të cilit Isa Boletini u përgjegj. Mahmud Shefqeti dhe mos mallohet për disa djemë shqiptar që ranë dëshmorë në këtë lufta, gjithë se i cili është pagu për 1/50.
Qa kanë rreth që po vetojnë, dy dragoj po liftojnë, në Kaçanikën Saralev, Isa Boletini me Idris Sefer. Betejat e vitit 1910 patën jeon të madhe në shtypin e kohës. Beteja grandioze në Termopilet shqiptare, ku mira ushtarë gjetën vdekjen, shkruajti shtypi për këto gryka. Udhëheqësit e kryengritjes i quajtën general Malesh dhe strateg. Forca e armëve nuk e ndihmoi dot Shefqet Durgut Pashën të depërtojë në vilajetin e Shkodrës. Atë që nuk e arriti dot me zjarrin e armëve, e bëri tradhtia e abatit Preng Doçi dhe bajraktarit mirditës Preng Bip Dodës. Kryengritja që një grusht i rënd për prestigjin e perandorisë. E në qofë se gjas qepër ne si vjet, vjen përsëri pranvera e prap në mal në qetë. Pranvera erdhi. Malet u mbushën përsëri me kryengritës. Të radhë rokën armët malësorët e mbi Shkodrës, Otit, Grudës dhe Këlmendit. Po të flas pushka jon, Stambolli nuk do ta bëj veshin e shurdhër ndaj kërkesave tona. Këshillonin udhëheqësit e kryengritjes Luiq Gurakuqi, Det Gjoluli, Sali Hoxha, Ilmosi, Risto Siliqi. Mëngjezi 24 marsit i gjeti kryengritësit duke sulmuar fortifikatat turke në Hot e Rapshtari. Në luftë e sipër, brenda 24 orëve, malësorët zbatuan porosin e Dedës. Me u armatos, to e qarmatos armikun. Kryengritja mori për masat mëdha. Rreth 2000 kryengritës shtin në dorë qytetin e Tuzit. Porta e lartë mori me njerë masa për të shtypur kryengritjen. Në kryet ekspeditës u caktua përsëri generali famkeq i shkollës prusiane, Shefqet Durgut Pasha, që konsiderohej tashmë si specialist për çështjen shqiptare. Më 17 prill, ky general mizor zbarkoi në Shqipëri me 5000 ushtar, 2 batalione malore, një divizion mitraloza, 800 kuaj. Këta u prinin 20.000 forcave të tjera që po mobilizoheshin në Anadol. Ne s'kemi frikë se mos mbetet e shkret Shqipëria, sepse kemi mjaft njerëz për t'i zëvendësuar shqiptarët. Po kryengritësit, ç'mendonin? Ata i pritën me zjarë ordhit e Shefqet Durgut Pashës. Forcat armike marshuan me zjarë ekur në Kastrat, Tuzë e Këlmend. Shpata osmane godiste në trupin e përgjakur të Shqipërisë. Të dorëzohen brenda 5 ditëve pjesëmarrësit në kryengritje. Udhëheqësit e saj t'i jepen gjyqit ushtarak, kërkonte generali Gjon Turk në proklamatën e tij, por kryengritësit nuk u dhanë. Ja si e përshkruan Risto Siliqi trimërinë e bashkëluftëtarëve të vet në librin Pasqyrë ditëve të përgjakshme. Për rreth Deçiqit,
Duhia e topave gjimonte, e shkreptima e pushkve e mitrolozve nuk prante. Patosat shqiptarë sulmonin tu I luftue tu I derdh gjakun për lirinë e truallit vet. Në këtë betejë që zgjati gjithë ditën, ranë shumë haldup dhe vetëm 2 djelmosha shqiptarë. Qeveria Osmane ju drejtua klerit për të përçarë kryengritësit dhe për t'i detyruar ata të heqin dorë nga kërkesat kombëtare. Por vajtit e klerit nuk patën sukses. Lëvizja kombëtare ndoqi rrugën e saj. Ajo u pajis me një program të qartë kombëtar ku zotronte kërkesa për autonominë territoriale e administrative të Shqipërisë. Gërçe 23 qershor 1911. Me interesimin e Ismail Qemalit dhe në drejtimin e Luiq Gurakuqit, u mblodhen në kuvend të përgjithshëm krerët e kryengritjes me fytyrat përgjitura nga zjarri I luftës dhe armët akoma të nxehta. Ata nuk zgjodhen për këtë kuvend të rëndësishëm salla luksoze, por lëndinat e bleruara të maleve që I kishin vaditur pëllëmb për pëllëmb me gjak. Lëndina e Gërçes dhe këta gurë që shërbenin si ndenjse për kryengritësit janë dëshmitar të atij kuvendit madh. Çfarë kërkuan shqiptarët në memorandumin e Gërçes drejtuar perandorisë dhe fuqive të mëdha? Njohjen e plot të kombit shqiptar. Liri për përhapjen e gjuhës shqipe dhe të shkollave shqipe. Bashkimin e të 4 vilajeteve ku jetonin shqiptarët, administrat me në punës shqiptar. Memorandumi I Gërçes I dhahov lëvizjes kryengritëse në mbar Shqipërinë. Kryengritësit e krajinës së Vlorës shprehen te kura e Drashovicës solidaritetin me kryengritësit e Veriut. Qetat e qarkut të Beratit në mbledhjen e Sinjës kërkuan zbatimin e kërkesave të Gërçes. Kryengritësit e Gjirokastrës të mbledhur në manastirin e Tepos kërkuan të njëjtat të drejta si malsorët e Veriut. Bomba plasi. Porta e lartë nuk mund ta fshihte më të vërtetën për kryengritjen shqiptare, megjithse ministri I luftës Mahmud Shefqet Pasha deklaronte se nuk ekzistonte ndonjë çështje shqiptare, por vetëm një çështje malsore. Për të penguar bashkimin e Kosovës me kryengritjen, Gjon Turqit organizuan udhëtimin e Sultan Mehmet Reshatit V në këtë krajinë. Udhëtimi im më vërtetoi pesnikrin tuaj. Pra, shfaqja mendimin që të falen të gjykuarit dhe të burgosurit. Kam besim që shqiptarët do të zbuten e do përulen. Haron të ky sultan se gjaku I derdhur lum për 2 vjet rresht nuk mund të laje me një vizit. Haron të se për para 5 shqiptarët më parë nderonin Shqipërinë.